Bismillahirrahmanirrahim. Shikues të nderuar, ju përshëndesim me selamu aleikum kudo që jeni. Jemi me misionin e javës, si gjithherë me profesorin e nderuar Mustafa Vendi Havollin. Emision ky që i kushtohet fikut, pra fikut hanefiqe, dhe kemi emëruar emisionin si të tillë dhe faktikisht me mujt të tërë profesorin e nderuar ju ka qasë me argumentet më serioze shkencore çështjes sunetit si burim e fikut hanefi. Dhe me qenë që në emisionin e kaluar, si që na keni përcjellë të nderuar shikues, kemi trajtuar temën rreth hadithit daif ose hadithit të dobët, dhe sot do është pjesa e dytë faktikisht e po të njëjtit hadith të dobët që faktikisht tek ne është nxjerr ajo lloj fetvaj ose është një botkuptim i gabuar që e ka argumentuar profesori i nderuar në emisionin e kaluar, sepse në tërësi mirët tek ne se hadithi i dobët vetëm duhet të hudhet dhe nuk bën asnjë të punohet me të. Kështu që në emisionin e kaluar neve vetëm kemi filluar këtë trajtesë, ndërsa sot e kemi pjesën e dytë. Profesor, mirë se ke ardhur dhe faktikisht me ju kthy pak edhe më zgjersisht rreth atyre tri mendimeve të muhadithinëve ose dietarëve të hadithit që kanë bëjnë me pranimin ose mos pranimin e hadithit daif. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammedin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Po neve në trajtesën e kaluar filluam me hadithin e dobët dhe pranimin dhe mos pranimin e tij të vepruarit dhe mos veprimi me hadithin e dobët, mendimet e dietarëve, dhe për shkak se fusha e të vepruarit është shumë e gjon, do të kemi numër shumë të madh të haditheve që janë konsideruar sipas dietarëve të hadithit që si pranojnë kushtet e pranimit. Atëherë me këtë çështje kemi pas çare pa u marr pak më gjerë, sepse na po flasim për numër shumë të madh të haditheve, të cilat i gjojmë gjithandej në literaturën islame dhe atë në të gjitha shkencat islame, do të qoftë ai rrafshi jurisprudencës islame, qoftë ai në librat e mirësjelljes ose zohdit ose ahlakut ose kështu me radhë, në librat e hadithit, gjitha profileve, po me përjashtime të atyre që e kanë kurzuar që mos me transmetuar vetëm hadith sahih, ata janë Buhariu dhe Muslimi, dhe shohim që edhe njërin edhe tjetrin përsëri që kanë përmbajt këtij kushti, sepse kemi hadithe të dobta edhe në Buhari dhe në Muslim, ne kemi sqaruar ato, mos të përgjithësohet kjo çështje, po Buhariu ka raste të rralla, ka raste të shumta kur ka përdor hadithin e dobët. Raste të rralla janë ato që pretendojnë dietarët e hadithit se kanë qenë kushti i Buhariut. Ne kur flasim për kushtet e Buhariut, gjithherë janë çështje teorike të parashikuara. Kanë parashikuar dietarët e hadithit masi që kanë lexuar librin e tij, për arsye se Imam Buhariu nuk ka parathonje në librin në Sahihun e tij që më na i treguar kushtet që i ka parapo, për shembull përkundër Imam Muslimit. Po na veç paraqykojmë tash se Imam Buhariu e ka pas këtë kusht dhe atë kusht mas studimit të transmetimeve dhe transmetuesve dhe rrugëve të transmetimit, praktikisht na përmendje që kusht por diçka të formës prerë nuk kemi në këtë kusht. Po në Buhari kemi hadithe të cilat sipas gjithë dietarëve si plotësojnë kushtet ose janë jashtë kushtit që ai ka parapo. Për sëpëri, po i ka parapo, sepse tjertë kanë parapo që ai i ka parapo si kushte, ato janë muallakate që na kemi fol disa herë, e ato janë praktikisht, edhe pse janë Buhari, shohim që Buhariu ka pas nevojë që për trajtimin e shumë meseleve, çështjeve, në gjitha rrafshet, sepse Sahihu i Buhariut nuk është vetëm libër që ka të bue grumbullu hadithet në rrafshin e drejtës islam, fikut islam, po kemi në fushën e besimit, kemi gjitha fusha faktikisht, moral, mirësjellje, kemi në hadithe që flasin për historikun e popujve të kaluar, kemi komentimet të Kuranit, kemi do gjitha rrafsheve. Shohim që shpesh herë obligohet me i dhon kohë hadithit, ose në kuptim ose me duke përdor hadithe dhe rivajetet të cilat nuk i plotësojnë kushtet ose nuk janë të rangut sahih. Kështu që mund të themi s'ka libër, asnjë libër nuk ekziston që nuk ka mes kopertinave të tij hadithe të dobta. E prej përderisa çështja është e kësaj natyre dhe përderisa qëndrimet tash në kohën bashkëore kanë filluar mu polarizuar. Prej atyre që e konsiderojnë hadithin e dobt armik të kësaj feje dhe
refuzojnë në tërësi dhe fatkeqësia më e madhe që i ka ndodhur kësaj feje ose fatkeqësit kanë hyrë nëpërmes hadithit të dobësit të Sheikh Nasruddin Albani në parathonjen e librit të tij Silsilatul Hadith ad-Daifa wal Mawdu'a, që vetë emri ka dhënë që ai komplet i ka trajtuar hadithet e dobta dhe hadithet e rrejshme si tërësi. Do të ka qitë hadithin e shpikur dhe hadithin e dopt si tërësi në libër i ka shkruar. Fatkeqësia profesor nuk është çështja a kemi vepruar as kemi vepruar, po të çështja e refuzimit apo mos refuzimit. Po, e tash praktikisht shumë një polarizim, se kem tash dietarë që të shumë që nuk mendojnë kështu, edhe tash nuancat në javën që shkoj unë qëllimisht e pata përmend që më kon pak më e kapshme dhe më e ofërt për shoqërues, sidomos pak ata që janë më thjesht, po nuk kanë kulturë leximi shumë në shkencat islame. Unë mora me suksesin e nxënësave. Na kem për shembull trajtimi në shkollën e mesme kem shumë qorta edhe në filloren. Po. Do të për ata thash hadithi sahih është i porafort me suksesin e shkëlqyeshëm. Do të kur nxënësi vlerësua me maksimalen shkëlqyeshëm, atëherë maksimali japet suksesi shkëlqyeshëm. Çashtu transmetues dhe kushtet kur i plotson në rivayet në transmetim dhe është vlerësuar për dietarëve të hadithit me notën maksimale është shkëlqyeshëm, është sahih. Kur nuk e merr është mirë, po nuk e merr notën maksimale, atëherë është shumë mirë. Ky është hadithi sahih li ghayrihi. Do të është rongu i dytë i haditheve të pranuara. Shkon pe mas lartë, pe sahihu, që dha më shkëlqyeshëm, sahih li ghayrihi, që është shumë mirë. Tani kemi kur kushtet e hadithit sahih kam pak defekt, për shembull transmetuesi besueshmëri është mirë, por memorje paksimal nuk është i nivelit superior. Ai përpiqet shumë, i marr sanet për mençme, sigur ata të shkëlqyeshmit. Por ata do sani ka pak i mungojnë ka pak do sani, por ata kemi vlerësuar me suksesin mirë. Ro pak më poshtë se shumë mirë. Dhe kur hadithi ose si nxonsi pak mëson mundohet ka pak po jo bash boll, po me kalu vitin e kalon. Atëherë po me dësh, atëherë është suksesi mjaftueshëm. Ky është hadithi hasan li ghayrihi. Dhe ai që jetën provim do të ka plotësua notat kanë notat të këtu që ja kanë mundsuar me kalu vitin në fillim me fund të vitit, po me jetën provim. Ky është hadithi hadithi dopt. Dhe ai që ka humb vitin komplet, ai është hadithi i rrejshëm për ata qysh ka nuanca dallueshmërisë në mes haditheve të pranuara, gjithçysh ka duhet këto nuanca të shohim edhe te hadithet e rangut dytë që janë pa pranuara. Për këto hadithit i dopt, ai që ka dopta, po nuk e ka humb vitin, po me të provim, na nuk i them që ajo kryo, ai është i refuzuar, mos ja çelëm derën, jo, ai ka mundësinë dhe tash na këto raste mundohem me gjet elemente prisi jashtëme me e përforcuar dhe ato elemente janë shumë tak, për këtë kemi pas një ligjërat të veçantë, e sidomos kur flasim për qëndrimin e dietarëve të mëdhëbit Hanefi rreth hadithit të dobta, si përforcohet ai. Sepse na skem çore pa i pranuar metodologjitë. Metodologjia e muhadithinëve në pranimin e hadithit dallon prej metodologjisë së fuqahave, juristëve islam, dhe këtë do ta përmendëm në detaj në javën e ardhshme. Këto si hyrje bën për me po qartësinë e nuancave. Për këtu mendimet e dietarëve të hadithit a pranohet as pranohet, kur nëse i kemi kuptuar drejt këto nuanca që përmend këto kategoritë, atëherë fjalën e kemi tek ata që kanë metën provim. A duhet komplet me i përjashtu për shkolle? A duhet me avlon edhe në shonz? Apo me popullaj do ka arsimtarët edhe stafi i shkollës se ai ka metën provim po shumë problematik. Mundon ata me diskualifikuar, këtë që edhe transmetuesit e dopt, jo ata rëndësat atë sene, nuk janë të një kategorie. Për ata, me fjalë tjera, ai që studion në librat që merren me vlerësues e transmetuesve, me vlerësimin e transmetuesve, që janë el-Jarh wa Ta'dil, e që janë të shumta, ose librat e transmetuesve besueshëm, al-Mawthuqun, ose librat e transmetuesve të dopt, duafa, praktikisht është e shesi sa nuanca ka
në mes vetë shprehjeve vlerësuese të dietarëve të hadithit. Për ata, për dikon thot është saduk ose dikush thot makbul apo vërshajo. Po tash kur po e më i besueshëm të thika. Po nuk është përsëri kur thot si thika, të hyr thika. Ose për shembull në hadithin e tina fihi lin. Pak ka dobësi. Po thot për tjetrin transmetues nuk thot bash kështu. Po thot përdor një fjalë thot muttahamun bil kadhib. Edhe muttahamun bil kadhib nuk është një sikur kur thot kadhab. Muttahamun bil kadhib i thuhet transmetuesit kur unë jetën e përditshme ka atë ka pakran. Po nuk kemi argument që ka rajtun hadith. Ka shpik diçka kundër pejgamberit sallam. Për ata, përderisa ose kemi këtë argument si thom kadhab, rancë. Ose valla, shpik si hadithet pejgamberit sallam. Për ata, këtu janë edhe pse ka kategori tani nuanca edhe që është vetëm hadithin kanë problem, cila ka prioritet ndaj cilës. Për këtu në hadithina transmeton po valla është qalilul khata, ka kanjer ose fihi manakir ose kathirul khata. Ata kathirul levham. Do të praktikisht në tjetra janë terme gabimet shumë po praktikisht me përkthyese janë këto vlerësime që praktikisht këto përmendin më shumë për xhallar se mjafton që mu përmend si janë ndonjë po duhet me po që s'është njëjta më shep këto terme. Dhe prej këtu dietar tani nuk i kanë trajtuar dhe konsideruar të gjitha hadithet edhe dobtat nuk janë një. Për ata ka për dietarëve që transmetuesit i kanë ndonë 3 kategori pak më të mëdha. Disa që është përmend për defekt i vogël në ta. Do të kanë vetëm një dopt. Nëse kom të këta që kanë vetëm provim. Po ka do që janë pak më dopt i kanë ka 2 dopta. Do që i kanë 3 e më shumë dopta, tash nëse janë me 3 ose me 4 varësisht që kushtojnë disa shkolla për me kalue. Do të një kategori që mend që ka pru veten në provim. Te këta 2 të partë gjithherë ka vend të dietarët edhe të hadithit, që do të përmend më në shumicën prej tyre tash, që hadithet e tyre në rrafshe të caktuara, fusha të caktuara nuk refuzohen dhe pranohen dhe pa e përmend që është hadith i dopt. Sa hadithin e rrajshëm gjithherë duhet obligim me kemi, është mashtrim shkencor edhe fetar, nëse përmendet një hadith i rrajshëm dhe nuk përmendet mas tina që është hadith i rrajshëm. E shpjegon. Ndërsa nëse është hadith i dopt, sidomos në rrafshet për cilat ne do të përmendim inshallah, do të përmendim tash edhe një herë mendimet që i kemi përmendur më herët, të shohim që te kategoria e dytë ose te ata e para dhe dyta të doptive, do të ata që kanë mbetën provim me 1 dopt, dhe ata që kanë mbetën provim me 2 dopta, dhe ata që kanë mbetën me provim me 3 dopta, e tani 4 anë po i bëjmë kanë rënë provim. Kanë ngel. Atëherë po flasim për hadithet e dobta të cilat nuk kanë mundësi mu përforcue me ndihmon njëna tjetrën edhe mungri. Shumica e dietarët e hadithit që pak më të koqishëm edhe kategorinë e tretë, ai që ka 3 dobta, praktikisht po them 3 minuta nuk e pranojnë, e te me një dobta të dysh nuancat janë pak më të vogla dhe zakonisht në rrafshet e caktuara që kemi përmendur. Gjejnë hapësirë për me marrën konsideratë edhe më mbështetën to edhe sa në fusha të caktuara që janë përmend. Po ato nuancat që po i përmendim na, këto janë si shabllone të përgjithshme, se sikur në shkollë kjo është identike. Pra ata me po dallimin në mes nxënësit të shumbjerët të shkëlqyeshmit kanë një nuanca shumë e vogël. Po edhe të shkëlqyeshmit nuk janë gjithë njëjtë. Sigurisht. Por ata përderisa secili nxënës botën vete, çdo transmetues është botën vete. Se dikush e ka përcyer dhe ka marrë poenat pikë që mu konsideroj i shkëlqyeshëm, s'do të thonë që është identik ose i njëjtë nivel me tjetrin, sikur që ai shumë mirë është kanjere, ka shumë problem arsimtari ose mësuesi me notue nxënësin mes treshit edhe katërshit. Ose në mes dyshit edhe treshit se janë nuanca të vogla me cilat merr vendima, çështu janë vlerësuesit e transmetuesve. Do të praktikisht mundohet me këtyre, sidomos kur e kemi fjalën për shumicën e vlerësuesve të transmetuesve, të cilët flasin dhe vlerësojnë transmetuesit që kanë herë me shekuj kanë jetuar para tyne.
se kur e njeh njëri përafërsisht, e ka transmetuesin gjallë, kur janë një kohë, njëjtës kohë, mund njëri me vetë. Jo gjallë, që janë mërmenja, burë, kush e ka lisha, kush e... Po na po flasim qa është tonë për ta. Dhe ajo qa është tonë, me bo me konë pej bashkë ata që keni tuat njëtin kohë, bashkohanikëve të tyre, ka një herë nuk merret si vlerësim i drejt për arsye të konkurrencës dhe zilisë në profesion. Kështu që gjithëherë jemi të obliguar me marrë mendimin e atyre që janë ma vonë. Për shembull, flet Imam Nesaiu dhe Buhariu në Abu Hanife nasionin se kanë mri. E mos bëjmë për Ibn Hibanin që është shumë vonë, për këtë çështje do të inshallah do të marrë ma vonë. Po për ata shumë problematike me vlerësue transmetues që ti do të më mbështet në mendimin e tjerëve që kanë thonë, e ata për tjerëve dhe me ardhmen e rezumet përfundimtar me thonë vëllai pranohet ky transmetues, pranohet e ka takuar ky transmetues ose se ka transmetuar kur datat e përfillta e sakta tas njove mostama kanë herë me ditë me muaj sigurisht jo, po shumica prej transmetuesve ka mendime ndryshme, ka lindur këtë vit ose disa thon këtë vit ose disa thon këtë vit. S'ka asnjë argument se s'ka pas zyre të vendit me regjistruar atëherë, dhe këto janë për shumë për afërta. Po kjo kanë njerë kondigim se e kanë mbri ky periudhën e tjetrit apo nuk e ka mbri. I përmena këtu muhabete, këto çështje pak më detalizume për me po sa problematik është me vlerësuar një hadith dhe sa problematike me thonë unë e kom me vend. Ose filan dietari kom me vend të atyre se kanë me vend, se kjo që është më thonë krejt vlerësimi edhe krejt parimet rregullat në hadith janë ijtihadia si çështjet e fikut s'ka argument. Për ata këtu është ijtihad, ja qellohen, ka me qindra e me mira transmetuese se u kanë qelluar se kanë mendime të ndryshme edhe mujtahidi ose fakihi varet i vlen zemra njëri, të çka ka më me vend se ky tjetri edhe merr mendimin e këtij ajo të atij tjetrit, ata që kanë marrë mendimin e këtij tjetrit tash kanë drejt me na paragjykuar neve me thonë se keni mirë se mendimi ju është i mirë, po përsëri po në fundit çfarë më thonë, çu është thonë për Imam Nesaiu kur është vlerësuar dhe kanë thonë dietarët cilat haditha për cilëve transmetuesve, ka thonë Imam Nesaiu dhe Abu Davudi sipas gjitha gjasave kanë transmetuar hadithet e çdo transmetuesi që nuk ka unitet rreth dietarëve ose prej dietarëve vlerësues të transmetuesve që ajo është i refuzuar. Edhe një herë do të Imam Nesaiu dhe Abu Davudi dhe këta sunenet gjithëherë do të po sidomos Nesaiu dhe Abu Davudi kanë transmetuar për çdo transmetuesi nivele më të larta apo se po që dietarët vlerësues e transmetuesve nuk janë unik që ai është i papranueshëm. Dikush nëse ka thonë është i pranueshëm për tyre, këta kanë bërë vetë për normalisht ka përjashtime kur kritika e vlerësuesit është e sqaruar. Ky spranohet hadithi i tij për arsye se këto kët. Nëse plotësohen kushtet e tjera që mu ju pranuar dëshmia ose kritika, atëherë ai bën përjashtim. Po për ndryshe, parimisht ka të kërkush nuk ka pshtuar pa u kritikuar as Buhariu Muslimi. E as Nesaiu Abu Davudi, sigurisht që nuk kam shtuar as Abu Hanife, Imam Maliku, as Shafiu e tjerë. Kështu që më thonë valla do të unik. Po njerëzore, ato janë po kritika, po kritika do të më kthyer pak më gjithsesi më shkencore më, në mënyrë që hadithi mu pranua edhe me jesma. Profesor, me çan se tash është me modesti, por megjithatë është emisioni i parë që i qaset kësaj shkence me që i qasësh ti, edhe parashikuesve pra shqipfalës të besimit islam që kështu shpjegohet feja, kështu që edhe neve kemi nevojë tash me u gjerësua në referenca, një krahasim e bënë shumë të mirë tek nuancat e haditheve me suksesin në përshkolla për më kuptuar më qartë, por megjithatë kur jemi te qëndrimi i muhadithin ose dietarët e hadithit ata që pranojnë hadithin e dobët, tash kemi marrë me emra në këto kategori të haditheve më shumë, po na duhet për referencë meqense edhe tash është pajtuar dhe masa që misioni jo në shkencor, kështu që duhet muslimun hakën, mos më ik. Mirë, në ato tri mendimet që i kemi përmend në realitet, ato kanë nën mendime ngërthyme në to, sepse mendimet e dietarëve nëse i dojmë me nuanca janë shumë më, po ne jemi munduar me thonë vallai kam pranuar edhe kemi marrë çdo dietar që ka pranuar hadithin e dopt,
po nuk e ka veçuar me rrafshe të caktuara. Pra si mendim të dytin tani kemi thonë ata që e kanë veçuar me rrafshe të caktuara. Dhe mendimi i tretë ata që i kanë refuzuar në tërësi. Kur është fjallat e refuzimit në tërësi, në këtë vi, unë mendoj që punimi ma shkencor që është punuar rreth kësaj çështje deri tash që më ka rënë mundor, që ka plot, është librin të cilën e ka shkruar Muhammad Awamja, Hukm al-amal bil hadith ad-da'if bain an-nadhariyati wa at-tatbiq wa ad-da'wa. Në tek je për herë të parë të detalizuar dhe të marrë në mendimet jo kështu bo me gati që kemi na marrën për librave të reja dhe ka thonë Imam Ahmedi filoni, po nëse ka thonë Imam Ahmedi kthehet në literaturën burimore sepse është i nivelit të tillë. Ne as po flasim për njërin prej dietarëve ma në fushën në rrafshin e hadithit e mustalahul hadithit, shkencave të hadithit, me sa dim s'ka konkurrencë për aty në që ngjallë se po flasim si për kulmor. Sa ne tash ai edhe ka këtë kapacitet sepse punimet shkencore që ka bëu tash kanë mundsuar me posqasin në literaturën e rrollës që është shumë profesionale. Do të librat që merren me vlerësimin e dietarëve të hadithit, me librat e hadithit dhe ato që janë koleksionet e hadithit pe më të ndryshmeve që shumë prej tyre ende janë ndryshime, ai e shohim që ka qasje sepse ka një bibliotekë që është shumë e rrollë sepse një jetë ja ka dhënë tash parafërsisht nëse nuk gaboj ka 82-3 vite në moshë tash punon edhe për vitet e fundit në Samoll inshallah zoti ja pjet bërqesh me atë sa ka mbet prej ëmrit dhe sidomos librin që është të punuar tash ose njëkohësisht disa prej librave që neve na interesojnë shumë me thënë është na sporroje fi takhrij hadith al-hidayah që me kret librat përcjell se si Tenbihin e Ibn Turkmanit e kret çajën është në njëjtën kohë duke i përpunuar dhe duke dalë me një botem që të kompletuam them dhe që i ka hije një libër që na zbërroje që mendojmë se nuk ka konkurrencë në librat që janë si motra të saj. Gjithë janë varur prej na zbërrojes të Hafidh Zailaivit. Në këtë libër autori përmend me emra dhe duke u thyer në literaturën burimore krejt dietarët që janë përmend se kanë lejuar. Këto thash që janë me nuanca kanë herë. Është problematike me shtin në çabullon. E kam pranuar. Tjerët se kanë pranuar, tjerët e kanë pranuar vetëm në rrafshin e Fadailul Amal edhe kështu me radhë. Ka nevojë për sqarimin në secilin ka pak. Ata që e kanë pranuar që autori i përmend me emra secilin veç, po fjala për dietarët më eminent të hadithit të gjitha kohërave. Normalisht disa prej dietarëve kanë thonë që e kanë pranuar por kur hadithi nuk i ka 3 dopta. Mos me kon dopsia dhe defekti shumë i rënd, po do të më pas një ose dy dopta. Disa janë munduar për shembull kur është fjala e Imam Ahmedi, janë munduar që me konsideruar që Imam Ahmedi hadith të dopt e ka konsideruar edhe hadithin Hasan li ghairi, që nuk është me vend. Do të autori bën argumente të mjaftueshme, shembuj që edhe Imam Ahmedi dhe Abu Dawudi, autori i Sunenit, që është nxënësi i Imam Ahmedit, kur e përmendin hadithin e dopt, e kanë me fjalën për hadith të dopt. Kështu që më thon vallahi hadith Hasan, si sot Ibn Taymija dhe Ibn al-Qayyim nuk ka gjë. Nuk ka gjë se ka shembuj të shumt me qindra që e kundërshtojnë këtë çështje. Dhe për ato ma vonë inshallah do të bëjmë edhe shembuj. Musnedi është argument që s'është një çështje e tillë. Musnedi Imam Ahmedit, Imam Ahmedi ka thënë që Musnedin po shkruaj libër me kon imam udhëheqësi i njerëzve në shkencën e hadithit. Pa ushtrinë thotë çdo hadith i cili nuk e gjoni në këtë libër, atëherë nuk ka bazë, do të thotë hadith. Normalisht janë pretendime të zëruame, shumë të zëruame sepse është pak problem. I pari është nëse marrim si tërësi çashtu është, se shumë hadithe, numër shumë i madh i haditheve gjenden në Musned. Po kur them çdo hadith që është në Musned s'ka bazë, atëherë na duhet një 240 ose 70 hadithe në Buhari dhe Muslimi i refuzuar të cilat nuk janë në Musned. Kështu që praktikisht nuk qëndron e farmabeti. Ka dhe hadithe të tjera të cilat se kërkuj, se sot Ibn Taymija kërkuj Allahi si ja ka mundsuar dhe i sot krejt sunetin me përfshi, me pas komplet.
me përthëkuar komplet. Ja, se tille është të studiuash se plot rivajete, plot sa nuk I ka po më. Nuk I ka po, për shkak se s'ka mundsi asnjëone. E tani deri të mësojmë të tjerat I harrojmë ato të po. Por atë ka aq shumë emra, ka aq shumë libra, ka aq shumë transmetime, saqë s'ka mundsi. Shumë e gjon. Shumë e gjon. Jeta e njeriu mjafton. Po ka dallim pe atij që u mortën jetën me të dhe shumë sanidin dhe pe atina që është shumë pak dhe din shumë pak. Dhe shumë pak. Por ata kjo është dallimi, se për ndryshe si tërsi sunetin kërkush s'ka mujt me e përfshi. Gjithsesi ju ka diçka dhe këta ata që kanë dhënë mendime të gjona e shohim që kanë pos gabi. Kështu që te hadithi Imam Ahmedi është pe atyre që është konsideruar se e pranon hadithin e dopt, sepse është transmetuar prej tina, prej djalit tina dhe prej imamëve të mëdhëbit Hanbeli të hershëm, që Imam Ahmedi ka thonë hadithi I dopt ka prioritet, hadithi I dopt, veprojmë sipas hadith, ka prioritet ndaj kiasit ose ra'yu rijal, ijtihadit. Ra'yu rijal në literaturën islame të vjetëçan që nën kupton përfundimet e mujtehidit masi ka studiuar Kur'anin dhe Sunetin dhe ijma'in dhe kiasin. Përfundimet caktuara. Tash ai që I studion thellësisht këtë çështje, ishte tash me thon më popullor që ka brazitën senet, ka kanalizohen. Dhe në bazë të parimeve të përgjithshme kanë herë vlerëson për senet të cilat, sidomos të analogjisë, krahasimin me senet, për të cilat nuk ka tekstualisht teksti nuk I prek. Po I nënkupton ato. Imam Ahmedi nëse ka hadith të dopt, ja prioritet ndaj kjo. E tash me thon Imam Ahmedi se ka pranuar hadithin e dopt, është problematike. Për ata është dashur me dal me atë mendimin që hadithi I dopt të ky nënkupton hadithin hasen që nuk është ashtu. Edhe te Imam Ebu Davudi nuk është ashtu sepse në letrën që ja ka thënë banorëve të Mekës ka përmend që ka me përmend edhe rivajete që ka në këto ose irsal mursale sane që te dietarët e hadithit janë dobta komplet. Pa ai ka konsideruar që kur s'ka të tjera bojnë janë salih lil ihtijaj, do të janë nivelit të pranueshëm për me ndërtuar mbi to dispozita. Avamja, Sheikh Avamja, dietari Avamja në këtë libër ka përmend me emra në atyre që kanë lejuar të vepruarit me hadithin e dopt, kur dobësia nuk është e madhe dhe nuk ka hadith sahih që e kundërshton. Sa të janë parime të tjera. Na po flasim për hadithin e dopt, I cili është shumë I dopt dhe nuk ka diçka që e kundërshton, se kur I dopti s'mund të qëndron para të fortit. Na flasim gjithë kur s'kemi në temë hadith tjetër. Ai përmend për imamëve të mëdhej komplet përmend tash me nom po flasim për Imam Sufjan e-Thaurin, që është afërsisht bashkuanik I Ebu Hanifes, që shumë I njohur. Ka vdek, shumë na po flasim për imam, kur thonë imam, na e përfshin kërri këto thjerje shkencore, kur imam na I thonë imamëve të xhamiave. Na kur thonë imam në shkencën islame, po na kemi fjalën për imam të në shkencën në cilën ka Thauriu është imam në hadith dhe imam në fiqh. Në jurisprudencën islame është imam. Ndërsa kërri thjerje shkencore janë maksimumi, s'ka bite. I ka koptona këto sene. Është pe atyre që sa do të më punu me hadithin e dopt që përmenum. Abdullah ibn Mubareku, që është pe imamëve gjithashtu më të mëdhve, ka vdekur në vitin 181, apo flasim për dietar të mëdhej, që janë para se më shkruaj librat e hadithit. Për këtyre kanë marrë mësim, këta që kanë shkruar ose pe nxënësave tyne kanë marrë mësim Buhariu, Muslimi e të tjerë. Flasim për dietarët e hadithit plejoda më e hartë që është. Abdulrahman ibn Mahdi, që ka vdekur në vitin 198, do të palin Buhariu hala, është pe dietarëve më të hadithit të gjitha kohrave. Apo flasim për emrat, po them nuk janë të vogël. Yahya ibn Ma'ini, çka kemi më thon? Është për të vlerësim transmetuesve sa ne është e tash kështu I përmend autori dhe si përfundim thot na I përmendum këtu, ja u përmendum në numër të madh të dietarëve që kanë thonë edhe numri I këtyre është 43 imama. 43 imama, trongut që I përmenum, po fillon me gjitha kohrave tani, që kanë thonë veprohet sipas hadithit dopt. Hadithi dopt nuk refuzohet. Pastaj merret me dietarët të cilët janë emëruar me emrin se nuk e pranojnë hadithin e dopt. Tash kemi mendimin e kundërt, po tash ai kemi ata që e refuzojnë hadithin e
refuzojnë hadithin e dopt. Dhe autori përmend me emra imam të kryesor që janë hingë dhe kur përmendën me emrat e tyre, mendimi kështu, këta bashkohor sidomos shkolla e Shevkanit, e Kannaujit, Hasan Khan el-Kannauji, Sheikh Albani kështu me radhë, shumë pra, ta me një refuzim dhe përmendën emrat mëdhaj. Pej tyre përmendet Ibn Ma'in, pej tyre Bukhariu, Muslimi, Yahya ibn Muhammad al-Dhuhli, Abu Zura, Abu Hatim wa Ar-Razi, gjithashtu Oja dhe Nipis, kemi Hatim al-Razi dhe Abu Zura al-Razi, Abu Hatim al-Razi dhe Abu Zura al-Razi dhe Ibn Abi Hatim al-Razi. Ibn Abi Hatim al-Razi është djali e Abu Hatim al-Raziut. Ndërsa Abu Zura në komizh, do të janë prej 3 dietarëve më të mëdhenj gjitha kohëra në vlerësimin e transmetuesve, sipas muhadithinëve gjithërë po flas. Është përmend pej tyre Ibn Taymija, pej tyre Ibn al-Arabi, pej tyre Shevkaniu, pej tyre Sadiq Hasan Khan, pej tyre Ahmed Shakir dhe pej tyre Nasruddin Albani. Përmend me emra të gjithë dhe praktikisht autori pastaj fillon me secilin emër që i përmend që trajtohen, konsiderohen se mbështesin mendimin se hadithi i dopt pranohet në gjitha rastet dhe refuzohet komplet, përmend për secilin shembull dhe përveç muslimit që ka divergjenca në mendim, a kanë herë ka pranua se ka pranua, shembull bjen shembull që është paven trajtimi dhe konsiderimi i tyre refuzues të hadithit të dopt, që janë që e kanë pranuar hadithin për tyre edhe Ibn Taymija. Edhe pse përmendet si ka mundësi kjo kënej me refuzue, kënej me pse kanë herë çush po ndërtohen qëndrimet kanë herë. Studimi i mjaftueshëm i çështjes, edhe unë shoh që filon dietari ka refuzuar një hadith. Ose një dy, edhe thash, kjo është kundër haditheve të dobta. Tash refuzim përmend si shembull, se kanë herë është po kur e shohim praktik, ata e shohim që në librat e tyre tani kanë shkruar dhe janë përmbushme me kësi muhabetesh. Na për shembull e morëm Buhariun. Atë argumentin më i fortë është ajo që gjendet në librat e tyre, sa ajo që thuhet për ta. Po kjo është ajo që po do me përmend edhe me argumentuar. Për shembull Imam Buhariu konsiderohet për atyre që i ka refuzuar. Edhe këto e thonë kreqa kanë shkuar për tyre tekstualisht ka thonë Kasimiu në Qawaid al-Tahdith për tyre, ka thonë Sheikh Albani që se pranon hadithin e dot për tyre, po normalisht autori ashtë pak më për të madhe Sheikh Albanit, se këtyre të tjerëve që kanë thonë që Buhariu se pranon hadithin e dopt. Për çka? Për arsye se Sheikh Albani e ka punuar hadithin, po në librin e Imam Buhariut, që është El-Adab al-Mufrad. Dhe kanë do me metodologjinë e tina sahih dhe daif. Libri i veçantë sahih El-Adab al-Mufrad dhe daifu El-Adab al-Mufrad. Dhe në këtë libër që e ka shkruar Imam Buhariu, praktikisht Sheikh Albani konsideron se 215 hadithe dhe rivajete janë të dobta. Nga Buhariu. Nga Imam Buhariu. Sipas Albanit. Sipas Albanit, edhe janë dobta. Mirpo pe këto dietarët kanë ndonjë përfundim se Imam Buhariu e pranon hadithin e dopt kur nuk është në halal dhe në haram, nuk është në dispozita. Po. Se këtu flasin se si mendim i dytë atje po. Pas unë më jam vesh mi thoni Buhariu e refuzon hadithin e dopt. Nëse e ka pas kusht në sahihun e tina, tham që atje u detyruar me shti kanë herë për me ndihmu ose me përforcu mendimin ose sqarimin e një rivajeti, s'ka gjetë rivajet që ja kohë është detyruar se s'punesh me i kësaj çështje. Dhe kjo është realitet. Për ata në librat e tjera i kemi përplot, kam Birrul Walidain, libër tjetër. Edhe aty për ka plot pse po flet për fadail al-amr, për vlerën e veprave. E qartë. Dhe atëherë e shohim që dietarët e hadithit është transmetuar pej shumëve pej tyre, që kur kemi transmetuar në hadithi ka qenë tematika hadithit halal dhe harami ose në aqaidën, sifatin, sa ne sheddedna, do të praktikisht kemi qenë rigoroz, kemi kriterin e kemi shtrënguar. Ndërsa kur ka qenë fi fadail al-amal, në terghib dhe terhib, vlerën e veprave. Po, ose hadithet që flasin për nxitje dhe për kërcënim kanë herë,
Nëse e bën këtë punë kish që ka kish që ka dënim, menaqib, hadithe që flasin për historikun e dikujt, filoni kaleni ka punë këto punë atje, nësane, edhe tu kanë qenë më të butë, më të butë dhe më tolerant dhe kanë përdorur për ata sonjo veshët aty që kanë kundërshtuar hadithin e dop, sepse praktikisht na del që nuk ka qenë ashtu. Mundëm si shembull me marr për Imam Buhariun, i cili në këto dy libra që përmena, edhe në librin Birrul Walidain, edhe në librin Adabul Mufrad, e përmen hadithin inna rahmete la tenzilu ala qaumin fihim qati'ur rahm. Allahu nuk e mëshiron një popull, një komunitet, shatë një mahall në logjeni, përderisa në mesin e tyre ka asi që i shkusin marrëdhëniet familjare. Lidhjet familjare. Tematika e hadithit të barkë i ndjeshëm ka pak se po përzitet në çështjet e besimit. Mëshira e Zotit nuk zbret. Mirë po, Imam Buhariu e ka përmend si hadith edhe pse nuk ka dyshim se te dietarët e hadithit në rrugën e transmetimit ka hadith që ka transmetuar që është i dobët e gjithë dietarët e pranueshëm të hadithit. Hadithi është i dobët. Mirë po, fusha, rrofshi, tematika e hadithit është ka të bëj me mirësjelljen, me vlerat, veprave sane, dhe kjo nuk ka pri. Nxitjet marrëdhënieve të mira. Nuk ka boll kjo. Ndër familjare. Po, nxitja që më marrëdhëniet edhe lidhjet familjare me forcua ato sane, dhe Imam Buhariu e ka përmend si argument që edhe në kapitull dhe ka përmend dy libra të tij. Dhe kështu që autori krejta emrat që i përmendën pejt mëllajve që janë konsideru kundërshtar të hadithit dobët e sane, përmend që shumica prej tyre nëse kthehum në librat burimore, gjojmë argumentet mjaftueshme që ata nuk e kanë refuzuar hadithin e dobët në tërësi dhe në të gjitha rrofshat. Po se mos më mbet borx kur po përmendet fadail al-amal, edhe halali edhe harami, Përse këtu pa të medal të ashtë djetarë që i pranojnë vetëm këtë aspekt, hadithet e dobta, të vlerat e vepra. Po, këtu kësha, pos të qartë, një qartje, se tani për dispozitat e inshallah dhe apunohet edhe në të fushën e halal dhe të haramit. Na i vit kuqen mes? Na i vit kuqen, ka nevoj pak për serim. Kur thonë, se djetarët kur kanë përmend që hadithi i dobët në fushën fadail al-amal. Çka janë fadail al-amal? Dhe çka synohet te dietarët? Shqiptar kur i përmendim rrongjet e dispozitave në Islam, ose 5 të tjera të mëthebe, ose 7 rrongje në mëthebin tonë. Gjithashtu këtu në të përgjithshme se ka dhe këtu nuanca tani. Na kem farzin, tani kem 9 vajibin, tani kem sunetin. Po në plot librat hanefive përmendet edhe mendubi edhe mustahabi. Para se më përmendet mubahi. Edhe me kruhi tenzihen, me kruhi tahrimin edhe harami. Harami do çdo gjë që është ndaluar në formën e prerë, me kruhi tahrimin çdo gjë që është ndaluar por jo në formën e prerë, me kruhi tenzihen çdo gjë që është e urrëti, jo e preferueshme fetarisht. Mubahi është mesi e lejuara. Tani mustahabi edhe mendubi edhe suneti është çdo gjë që është e preferuar, por suneti është duket që në terminologjinë e fuqahave është më i fortë se mustahabi dhe mendubi. Dhe mendubi edhe pse i përfshin të gjitha nafila kisha nëse kom drejt me quajt atë. Vajibi është çdo gjë që është urdhër jo në formën e prerë dhe farzi është çdo gjë që është e urdhëruar në formën e prerë. Vajibi jo në formën e prerë, farzi urdhër në formën e prerë. Tash krejt fjalë dhe punë tona gjatë gjithë jetës që kemi prej moshës madhore dhe do të sa kemi mendjen së dorë, do të kur i plotësojmë kushtet e qenurit mukellef i ngarkuar me detyra fetare prej moshës madhore dhe i thujse me përjashtim nëse kemi një farfazë Zoti na ruajt kur të dikush çmenduria ose koma e thellë ku gjatë sane, por ndryshe kuro me dia dhe i plotëson kushtet të ngarkuarit ose mukellef tamon me vepra fetare, krejt punë, fjalët dhe punët e tina hynë në njërin prej këtyre kategorive. Ose kemi diçka që gjatë ditës kemi me kryer në urdhën në formë prerë, ose diçka që është
urdhëresë, po janë në formën e prerë, do diçka që vullnetare sene, ose diçka e leju me bune se bune njëjtë, ose diçka që s'është mirë me bo, jo e preferuar ose urrëtur, ose diçka që është ndaluar, po jo në formën e prerë, dhe diçka që është ndaluar në formën e prerë. Kështu që çdo ku ne kemi. Kjo me fadailul amal nënkuptohet të shumica mekruhi e lejuara mustahabi dhe mendubi. Disa për dietarëve shtinë edhe sunetin. E përmendet por mekruhin apo? Po mekruhit tenzihen, jo tahrimen. E qartë. Do të praktikisht po do të hadithet e dobta mundën me shërbyje argument të shumica e dietarëve në çdo kategori. Kur ata përmendin dietar që vallai ky është mendimi çka në fadailul amal, po në fadailul amal çka nuk kupton kjo, se diçka ka flet për vlerën ose jo vlerën e punës. Do të onën pozitive të punës ose onën jo pozitive të punës. Do të këto janë ato far që synohen zakonisht me termin fadail el amal, i cili kanë herë po i dohet që po në realitet edhe këto janë rrugë të dispozit. Sigurisht. Të dispozita nuk thuhet bashkërejt. Unë për fund me të kallë drejt isha përmend një shembull që me pas krejt kritere çka kemi folë, edhe ata që na kritikojnë, edhe ata që s'na kritikojnë, me pas çush do këtë një hadith i dopt. Okay. Në fadailul amal, edhe pse nuk kem drejt me i thonë që ky është hadith se krejt bidatet kanë mbështetjen te, dhe nëse po thoni vallahi po mbështeten hadithin e dopt, ti po sjell dispozitën vetë hadithi i dopt s'guxon me luajt këtë rol, se po shtonin fen me atë që s'është bazë, dhe kështu po shtohen e çdo shtesë në fe është bidat edhe po na qesin në dalalet. Kisha posif edhe ndëgjuesit në rregull. Me na ndëgjua me vëmendje. Hadithin na transmeton Imam Ibn Majah. Do të është njëri prej 6 koleksioneve të shuara të hadithit. Edhe hadithi, tematika e hadithit është namazi i natës. Mirë po, namazi i natës në 2 natë veçanta. Natën e 2 bajrameve. Në nesër o bajram, sonte është nota e bajramit të madh që kemi ose bajrami i Ramazanit, po. Po hadithi është tematikë tina. Sonte është nëse natë e madh mos po mendoj nesër bajram, po. Po kjo shembull për marr. Po shembull. Edhe është fjala për bajramin e Kurban Bajramit, do natën që i paraprin ditës së Kurban Bajramit. Hadithi e cili transmetohet është transmetuar se pejgamberi alayhis salam ka thonë men qama lejletej el-Idaini, ai i cili adhuron Zotin 2 natë e bajrameve. E festa. Po, edhe ato yahtasibu lillah, bën jetë veç për hir të Zotit. Lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub. Nuk do të vdes zemra e tij a ditë kur vdesin zemrat. Praktikisht hadithi flet për vlerën e adhurimit ibadetit në 2 natë e bajrameve në veçanti. Dhe e konsideron si vlerë, vdekja e zemrës, ajo është për seneve që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka trajtuar për fatkeqësive më të mëdha që mundet me ndodh njerit. Mbrësha për ta kurzimi i zemrës, vdekja e zemrës, aspektin shpirtëror, për shemb. Po ata, aty po nuk vdes zemra atina që këto 2 natë bën ibadet fort namaz dhe adhurime tjera. Dhe tash na e kemi, kur flasim për rrugën e transmetimit, hadithi ka më shumë se një vërejtje. Për shembull, unte është Bakhiat ibn Walid, që kur kemi folur për modellisin, kemi thonë është për modellisunve. E qartë. Dhe modellisi, tash po flasim me fjalë dietarëve të hadithit me parime të përgjithshme. Kur transmeton prej dikoj me an prej filonit dhe thot tekstualisht që më ka thonë ose kum dëgjuar atë të thonë, atëherë praktikisht hadithi i konsiderohet i dab. Njëna pej saneve që me automatizëm, pse këtu kemi këtë njërin pej transmetuesve Rumia bil qadar. El qadar, çfarë më thonë el qadar? Thawr ibn Yazidi kanë thonë dietarët vlerësuesit është Rumia bil qadar. Qaderi ose para përcaktimi që tematikun vetë atje, do t'i ka takuar që dyne sekteve në fushën e besimit, siç kanë qenë
Mu'tazilet e Shiat e Kaderit kur kemi folur na, gjithsesi kemi folur për këtë çështje kur kemi folur për transmetimin nga bidatxiu. Rezindor a lejohet transmetimi ajo kemi po që është problem me thonë jo në tonarose sepse kemi bidatxit plotën Buhari dhe Muslim dhe kemi mëna termen numër sa janë të së cilës sekt sa janë kemi pas edhe kaderi. Për ata të qenë në tipe i kaderive, nëse tematika e hadithit nuk flet rreth para përcaktimit kaderit, atëherë praktikisht plotën kur që mu pranu s'ka të lashe. Po këtë tjetrin e kemi me probleme. Validi është për dollovergjive, për to ka thonë anë. Edhe tash, po ka thonë dietarët që do t'imam në vobiv, dhe kështu dhe dheheb el ulema u ila ennehu yastahabbu ihya lejletej el-idejn بذكر الله تعالى وغيره من الطاعات لهذا الحديث الضعيف. المستحب e preferuar hon dietar të mbështetën këtë hadith. Me bu namaz natë pra këtë dy ka thonë dietarët e hadithit ose kur e kanë kurzuar pranimin e hadithit të dopt, që mos me konë shumë i dopt, në të skemi shumë sa në dopta se volidi është për disa të thonë për hufadhve, por është për koqat defektin sa në po tematika e hadithi nuk ka është hin nën parimet përgjithshme, të cilat janë të vendosura me tekste tjera. Pra ta namazi, krejt hadithet edhe ajetet e Kuranit, dhe hadithet që flasin për vlerën e adhurimit dhe namazit të natës, i kemi ato bazë, që do të mu folë natën, është bazë ato do të kjo s'ka qitë dispozitë të resa, edhe kjo bëhet për namaz namaz natë, s'kemi dalë me bidate që po përmenin ta. Për ata djetarët kanë punuar si mbas këti hadithi, sepse hadithi nuk është shumë i dopt, nuk ka në rrugën e tij transmetuese janë të rëngut që spranohet hadithi i tij në tëra rastet, po ka defekte dhe dobësi dhe kuptimi i hadithit është i pranueshëm, është në rrafshin e fadail al-amal, hadithi flet për vlerën e veprave dhe hyn në aslin e përgjithshëm ose në parimin e përgjithshëm që është adhurimi dhe ibadeti në natën, e që ka mbështetje për të në Kur'an edhe në sunetin e pejgamberit alayhis salam. Për ata, nëse kur kemi marrë vesh pej toshit, do të me përfundim, ne kemi 3 mendimet e dietarëve, mendimi që pranojnë hadithin e dopt, mendimi që pranojnë hadithin e dopt, po në rrafshet caktuara dhe mendimi që refuzojnë komplet. Na përmenum që atë që pranojnë në tërësi ose e pranojnë me kurzime, përmenum një numër të madh të emrave ose përmenum ato që kush do të më kthye mundet me më kthye dhe me lexue, e gjon me burime, me libra, me tekste, me komplet, çka ka thonë komplet 43 imam të mëllaj që e kanë pranuar tekstualisht dhe mendimin e tretë që patëm që kanë refuzuar shumë që edhe ata që është thonë në emën të tyre se e kanë refuzuar të vepruarit me hadithe të dopt bilen rrafshin e haditheve ku flasin për vlerat ose vepra ose ku ndërlidhen me mekruhin të lejuarën po me mekruhin mubahin me mustahabin edhe të preferuarën e jo të urdhëruar nëse se të dietarët e vjetër kur ka thonë halal dhe harami kanë kuptuar haramin dhe farzin, ndërsa kur këto i detalizojmë e shohim që kur thotë spunohet sipas hadithit të dopt, në halal dhe në haram e kanë fjalën për e janë dispozita se për ata Imam Nevavi i cili në adhkar ka përmend këtë çështje ku pranohet hadithi i dopt, ka përmend fadailul amal edhe thotë edhe në çështjet të cilat ndërlidhen me ku përmenden urrëtia e disa llojeve të shitblerjeve dhe çështjeve që kanë të bëjnë rreth martesës. Martesës do të më fillon edhe mu me hytash jo vetëm atë fadailul amal. Dhe është mirë mu largu prej mustahab mu largu prej tyre, ndërsa se është mustahabi do të është i mjaftueshëm që hadithi do të me ngrit veprën në të pëlqyer fetarisht, kemi do të mendimet shumë dietarëve edhe pe të tjerëve edhe pe dietarëve të mëdhej tonë. Kjo është një farë përgjithësimi apo për ata mendojmë që hadithi i dopt nëse nuk bjen ndesh me diçka që është më i fortë se ai, Kurani dhe Sunet sahih ose hasan li ghayri, nuk bjen ndesh me të. Dhe tematika e tij nuk është në rrafshin e ndaluar në formën e prerë dhe e urdhëruar në formën e prerë, e as ndalesë jo në formën e prerë me kruh të tahrimin, e as urdhëresë jo në formën e prerë vajib, po është
kjo e ma e buta, ajo vija e but rreth lejuarës, lejohet me vepruar sipas tij nëse dobësi nuk ka dobësi ose nuk ka në mesin e transmetuesve, asi që janë praktikisht kritika shumë e rëndë. Dhe hadithi i dobt, këta që kanë metën provën që thash, na do të mundohem në javën e ardhshme me përmend cilat janë elementet që ndihmojnë që ai me kaluam me koni i pranueshëm te ton tani pa problem. Cilat janë elementet që dietarët kanë thonë hadithi i dobt, sidomos juristët islam të cilët kanë parime pak më tjera dhe hadithin e dobt, sepse tash po them lexoni libra atje, tash po përthejnë librat, në gjuhën shqipe, tash si qëllimisht përthejnë libri i Hanefive, ndërsa Takhrizul Hadith Sheikh Albani. Është pikëndërtari kryesor. Tash ka thonë libri e lexon atje që kjo çështje është çështje sipas se libri i Hanefive është, po është lexon hadithi i dobt, çka vi var muhabeti. Hadithi i dobt dhe kriteret e pranimit të hadithit të dobt, a kanë dietarët juristët islam edhe kriteret tjera përveç dietarëve të hadithit. Kjo që thamë sot krejt ko të bëj me dietarët e hadithit. Ndërsa shoshet veçan ndërsa juristët islam kanë metodologji, fukahaja kanë metodologji pak më tjetër, na do të bëjmë mendime që kjo është çështo. Mas pari mendimet dietarëve të mëdhenj që kanë studiuar këtë çështje, pe dietarëve edhe të trive, që mos më thonë vallahi vlerësimi i hadithit është veç specializimi i muhadithit, jo, fukahaja kanë edhe një rrjet një testim tjetër që e bojnë për me pranue. Për ata kanë herë çuçi bie kjo sikur një mall kur prodhohet jashtë. Po. Edhe për me ardhur në Kosovë tani do të më bëjë edhe një licencë më marrë për to. Është. Do ta përsëri hadithi për mush. Ti tani në praktik veprim të juristit islam, edhe nëse del i dob tani ose del sahih, nuk pranohet çashtu tek. Po është jetë edhe testuat edhe një herë, edhe shumë tani a bon me vepruar sipas tij, ajo sepse kemi hadith, nuk do më thonë që rruga e transmetimit të hadithit është sahiha, që domosdoshmërisht të vepruat me tekstin tani që është transmetuar nëpërmes asaj rruge. Dhe sikur që edhe është e kundërta. Nuk do më thonë që hadithi e ka një rrugë transmetimit super dobt dhe tekstis të refuzohet. Po, shumë që kanë herë punohet me tina, dhe kjo që a thamë, besoj që ka me në shërbjët është si bazë mirë, si muhadithin të shumica dërmuese e pranojnë këtë çështje, bile pe përfundoj me fjalë që thot Sheikh Awami, thot kështu: inna at-tawajjuh al-ilmiyya al-'am li ulama'ina as-sabiqin. Kjo është flet për metodologjinë edhe me thebin e përgjithshëm të dietarëve tanë të mëhershëm. Fjala është për muhadithin. Që mos më thonë vallahi për disa, sepse bjen shembull që edhe ata që është në vesh që se pranojnë hadithin e dobt, bjen shembull që s'është ashtu, për ata e përmend si përforcues jami'uhum, gjithë, jo disa. Huwa jawazul 'amali bil hadith ad-da'if. Lejueshmëria që të veprohet sipas hadithit të dobt. Wa istihbabuhu fi al-fada'il al-aqwal wal a'mal. Dhe që është jo vetëm të veprohet, po preferencë mustahab edhe në fjalë, do të se ka hadithe që ndërlidhen me fjalë, lexoje këto, thuaje këto, kur bësh me fjalë, thuaje ato, edhe dhe amal, edhe në vepra. Wal makarim wal mahamid, do të mirësjellje, o targhib o tarhib, hadithe që nxisin dhe që kanë karakter kushtnues. وما شئت من أبواب العملية تحمل هذا المعنى. Dhe shumë prej kapitujve të shkencës që ndërlidhen me këto mandat që u thanë. وفي بعض الأحكام احتياطية ويعتبرونه أحيانا وسيلة للترجيح بين احتمالين. Dhe shpeshherë, ose kanë herë hadithin e dobt ju vjen e konsiderojnë si mbështetje bazë që me i dhon kohje njënit për 2 mendimeve që teksti i vërtet e ka. Po s'dim kam i dhon kohje, a ka këtë kohje, a këtë kuptim, a këtë kuptim. Edhe mbështetëm në hadithin e dobt, me thonë vëlloj, mos i ka vesh një rivajet, pse është i dobt, anojmë ka njënit për 2 mendimeve të tekstit. Do të praktikisht po fjala e tawajjuh al-ilmi al-'am,
Do të praktikisht flet për ato që është bazike të shkencore, që ju kanë përmbajt të gjithë dietarët e vjetër të hadithit, o fjala për dietarët e gjitha kohërave, po sidomos të vjetrit e sabiqin, që na kanë parapri që lejueshmëria të vepruarit me hadithe dopt në fushat që u përmendën është kështu dhe pse marrdim edhe pse kjo disa i vren, sepse mësu me lexuar ndryshe, po argument ka me konkret librin në vazhdim që kjo është realitet dhe ai që nuk po më ndaj kupton, në merr gjuhën arabishte mendoj që po çdo me njoft, me rroj, me temel këtë çështje duhet po them edhe herë ja përmendni emrin me referencën libra është hukmul amal bil hadith ad-dhaif baina an-nadhariyati wa at-tatbiq wa ad-da'wa e dietarit më të shquar të hadithit të kësaj kohe Muhammed Abu Hames. Falënderoj shumë, ne do të vazhdojmë inshallah edhe në javën e ardhshme prapë me hadithin e dopt. Do ta kemi pjesën praktikisht edhe me të mbyll. Do të dalim me të fukahat tek qendrimi i mendimtarëve së dietarëve të fikut hanefi. Shikues të nderuar, ne ju njoftojmë që deri më sot ky emision është transmetuar pra nga ora 17, falni. Ndërsa nga sot do të transmetohet nga ora 18, pra siç do të ajte, nuk ndryshon dita, por vetëm ndryshon koha. Kështu që deri në emisionin e radhës, ju lajmë në mëshirën e Zotit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.